Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Polt në televizionin Arbëria. Sonte jemi të nderuar të kemi Muharrem Kurtin në studio, poet, kritik letrar, po ashtu njës i mirë i letërsi shqiptare dhe jo vetëm saj. Përshëndetje zoti Kurti, faleminderit që gjetet kohë të jeni pjesë e televizionit tonë. Faleminderit për ftesën e juaj dhe për mediumin tuaj që na ftuat. Cila është kultura sot në vitin 2025 në trojën shqiptare në veçantë në Kosovë? Çfarë po bëhet? Është një pyetje me shumë vend. Kultura do duhet të ishte paraprirëse, por kultura sot aktualisht po bën ato përpjekjet e saj, duke kaluar në për shumë sfida, për të mund të vazhdoj një traditë edhe të bekat mund të quajmë pararense, por marrja me kulturë kërkon edhe disa parakushtet kryesore, një lloj përkrahje. Aja përkrahje është tepër sfiduese. Marrja me kulturë duhet ta njohësh kulturën, duhet ta duash kulturën. Nëse e nje dhe do kulturën, mund të bësh edhe seleksionimin e asaj çka nuk është kulturë. Mund të themi me plot fjalë që kultura po kalon për sfida, kultura aktuale, siç e thatë ju 2025-ën, dhe këto sfida nuk janë edhe lehtë të kalueshme, por megjithatë vetë fakti që ka mediume që na thrasin, bashkëbisedojnë, që trajtojnë problematike e kulturës, tregojnë që ka një interesim të publikut, edhe të medjave, për cilën ne ndonjëherë ndihemi mirë. Të flasim për kulturën është jashtëzakonisht fushë e gjerë. Por të ne në një farforme në mungesë të zhvillimit të sferave të tjera të kulturës, na ka mbetur çdo herë që flasim për kulturë, identifikojmë librin, që në kodrat e kulturës ka opera, baleti, teatri, shumë sfera të tjera të cilat në Kosovë ende janë në, të themi, në fazën fillestare, apo mos them ende s'kan filluar. Ti kthehem tek libri. Sa po lexohet? Dhe cili është libri tani që po shkruhet në përgjithësi? Pyetje shumë e vend, sa po lexohet. Gjithmonë kur jam ftuar nëpër media kam thënë që lexojnë lexues të mirë dhe lexojnë zanës të mirë, por nuk lexohet aq sa duhet. Në fakt, me lexu do të ishte mirë, sepse ne do krijonim një parakusht për të menduar mirë dhe për të menduar edhe më me perspektive dhe më me kulturë. Gjendja e librit, nuk mund të themi që nuk ka libër, ka libër. Po shkruan libra shumë, po botohen libra shumë, herë dhe po përkrahen, por nuk është bërë seleksionimi ati libri që duhet. Gjithmonë e kam thënë që duhet ketë një nivel ku do duhet të seleksionohet ai libri i vlerave tamam profesionale dhe libri i mirëfill që duhet shkruhet. Ndonjëherë them edhe kur shkruhet nuk bëhet keq sepse mësojnë të shkruajnë, të nxjnë letrën, por ne nuk duhet jemi këtë nivel, ne duhet jemi në nivel më të avancuar që dim ta trajtojmë librin si duhet, siç e thash edhe paraprakisht, ne kemi një traditë jo të paktë dhe jo të rëndësishme edhe për librin, sado që në rrethanat më pashme libri ka dashur me kalu në për shumë sita, sot do duhet kaloj në atë sitën profesionale dhe në atë sitën tamam që i takon për të ardhur deri te një libër i mirë. Marrja me librin, dashuria ndaj librit, leximi i librit mirë. Unë gjithmonë e shtroj këtë pyetje që po flas për gjeneratat e reja, ashtu siç na ka ndodhur ne, krijohen shijet e domosdoshme dhe sidomos marrja me librin e niveleve kombëtar dhe botëror, libra më të mirë, letrar,
nuk po klasifikojmë vetëm të libri letrar, po e lëm libri kritikës, libri publicistikës, libri shkencor etj. Do duhet ishte shumë e domosdoshme më bëj një seleksionim. Dhe ky seleksionim sa më shumë që diskutohet mund t'i lejojmë edhe të tjerë të shkruajnë. T'i lejojmë edhe të tjerë të bëjnë përpjekjet e tyre. Por marrja me librin dhe kushtimi të librit të Mirfield në fakt nuk është në atë nivelin e duar. Profesor Kurdi, a ka një shkarje mes krijuesit, shkrimtarit edhe lexuesit? Po, ka, sepse gjithmonë kam e thënë, prania e rrjeteve sociale ku mund të botoj çdo kush, ku mund të emitoj çdo kush, ku mund të prezantoj çdo kush, kur i shikojmë ato çfarë lexohet, ne që paka shumë merrem prej kohësh me letërsi të niveleve, e shohim që është një shkrim jo që i plotëson kriteret profesionale, besa herë edhe gjysori jo. Kjo mund të quhet një shkarje e parë. Në fakt, ne nuk do duhet, se unë e thash paraprakisht, shkolla e ka një tmije të madhe. Shijet e para të marrë dhe për leximin e librit ndërtohen nëpër shkolla. Shkollat mesme të larta, apo edhe të mesme të ulta, kur orientimi që do t'ju bëjnë profesorët e gjuhë letërsisë në Zanzë për të lexuar librat Mirfield, unë mendoj që ata kanë trasuar rrugën e tyre dhe ata vetë do kërkojnë librat të cilët ju duhen. Kjo nuk po ndodh. Nuk po ndodh për shumë arsye, sepse një pjesë e madhe edhe mësimdhënësve, ta themi me keqardhë, dhe nuk lexojnë as vetë. Mënyra si e prezantojnë letërsinë duhet ta dush. E them me plot bindje, kur neve na ligjeronin me titullar të rëndësishëm, profesor të rëndësishëm, kritik të rëndësishëm, poet të rëndësishëm, mund të themi frymëmarrja ndjehin atë ligjërat. A kemi mbet peng e kultivimit, të leximit nga robëria, nëse guxojmë ta themi kështu, për faktin që leximin dhe letërsinë e kemi po vetëm motiv për atë dashuri më shumë të shmuar më shumë. E pas çlirimit të vendit, kemi mbet peng i kësaj tematike në një farë forme e poetët të tillë që tani lirinë e kemi, nuk na mungon. Edhe devën është identifikuar edhe letërsia me krijimin e motivit adhëtar, kombëtar për çlirimin e vendit. Dorso tani ai takon edhe kësaj plejadës krijuese që të ndrën qasja, apo a ka ndruar qasja që letërsia zhvillohet edhe në vendet e lirune, në vendet e zhvillune dhe të përparune, që krijohen vlera universale. Jo, thoni mirë, në aspektin profesional, letërsia duhet të mbështetet vetëm në parimin estetik. As ideologjik, as kombëtar, as politik, as çfarë do qoftë tjetër. Dhe e kalura jonë ka geluar paka shumë nga kjo që ju thoni motivi patriotik, herë dhe deklarativ, herë dhe këllëthitës. E ka kërkuar kohë. Mbas, kur në ndodhi çlirimi, ne po përjetojmë edhe një lloj anarkie. Një lloj anarkie kur një pjesë e lexuesve të ri unë jap mësim, më thonë që kjo është poezia, kur marrë shikoj poezinë që ata kanë pëlqyer në rrjetet sociale, sidomos rrjetet sociale, po edhe në një lloj të botimit, ajo në poezi ose ai krim nuk i plotëson kriteret. Ma merr mendja që ne duhet lirohem nga këto pengje, edhe i motivacionit të patriotik, por edhe i atina që vetëm të shkruajmë. Të kaluar nuk e kemi të keqe. Kur i shikojmë krijues të mëdhej, elitar, si në poezi, si në prozë, si në dramë, të cilët i shpjegoj, ndonjëherë edhe ballafaqojmë edhe me nivelet e poezisë më të mirë apo të krijimtarisë më të mirë botërore, nuk ka ndonjë diferencë të madhe. Edhe duke e parë që ne kemi edhe një traditë kaluar, por duke jetuar në një para traditë që ishte paka shumë me motive patriotike, adhetare,
edhe duke kaluar edhe në fazën fillestare, lirinë e kemi, shiqur që e kemi lirinë dhe ta shfryzojnë që gjithë, ta duan që gjithë. Marrja me letërsi e çdo kujna po i kalon një pjesë të madhe, ja kam frikën talentit të ri mos të bie në këto thetra. Duhet të ikim nga këto pengje, duhet të merremi vetëm me atë parimin kryesor që është parimi estetik dhe duhet merrem me nivelet e poezisë apo të tregimit apo të romanit edhe të dramës, drama ka një rënje të nivele më të larta. Nëse shumë historinë e letërsisë shqiptare, po flasëm, në një farformë ka prirë çdo rrjedhë zhvillimeve të ndryshme historike edhe adetare. Ka ndryshuar? Letërsia shqipe, a ka rrymë të re të krijuar në këto vitet e fundit, sepse lufta po i bën 26 vite. Edhe koha, dinamika, qasja, kërkon ndryshim, kërkon qasja, kërkon në krijimin e vlerave estetike të njeriut. A kemi letërsi të cilat është në paralele me kohën, me vendet të ndryshme evropiane? E thatë mirë, këtë fazë të letërsisë apo të kulturës tonë e ka kaluar në mënyrën më të mirë rilindja apo romantizmi kombëtar. Ata e kanë zgjedhur problemin dhe vetdijen kombëtare. Ata kanë shkruar për kombin. Nuk mund të shkruajmë më mirë se ata për kombin. Dhe kjo që ju thoni, a do duhi ne të kalojmë në këtë fazën e tjerë kur do duhet morëm me stadet e në letërsijet mirëfillt, pa tjetër që po. Do duhet këtë emisione, do duhet shkojmë edhe në për shkolla, për para kanë aplikua edhe këte. Ky emision që ju po e bëni është jashtëzakonisht i mirë se ardhur, jashtëzakonisht dobiprurës për të parë se ku është niveli i letërsisë. Unë gjithmonë e them, kur merret dhe shikohet një klasë e madhe poetësh po dalte poetë, siç kemi Asem Shkrelin, po Drimjen, Raman Dedën, e Qërmbashën, pasi Qapriqin, po dalim edhe të një poetë që është ndarë nga jeta dhe neve ndjejmë dhimbje për Gjevdet Vajrën e të tjerë, nuk është ajo lloj poezie e niveleve që mund të hullet, po mund të krahasohet sepse edhe bota i ka përkrahur, edhe bota e ka pranuar këtë poezi. Ne kemi kaluar edhe një fazë shumë të rëndësishme, sidomos vitet 60 shekulli 20 me hermetizmin. Simbolizmi dhe hermetizmi kanë bërë kthesa të mëdha, kanë sjell një letërsi, një poezi që jo çdo kush mund ta shkruajë. Një poezi që është formë, një poezi që është edhe figuracion. Një pjesë e krijimtarisë që përshkruhet sot nuk plotëson asnjërin nga figuracionet. Marë të themi epitetin, marë krahasimin, mos shkojmë se simbolet janë më të thella, mos shkojmë të paradoksi. Ne paradoksin edhe ironinë kemi pas në nivele shumë të larta në poezinë e mirëfillt për cilën fola, e cila ka vazhduar deri në fund të shekullit 20. Aktualisht po bën përpjekje poezia edhe në Kosovë, por edhe në Shqipëri, kudo që shkruhet shqip, të lirohet edhe nga motivet të cilat pak a shumë e stangojnë, e mbajnë peng poezinë, por edhe nga një struktur besa dhe nga një fjalor. Kjo më jep me pas shpresë që ai grupi ose ai gjenerata që po duhet më ardhë ende nuk është konsoliduar. Dhe për të krijuar një gjenerat, ne shikojmë në përbot ka pasur klube kur kanë bërë debatin njëri me tjetrin, kur në fakt e kanë kundërshtuar njëri tjetrin, mirë po duke kundërshtuar njëri tjetrin kanë ardhur deri te një nivel. Unë mendoj që ende jemi në përpjekje, po flas për brezin pas Basri Qapriqit edhe këtij Gjevdet Bajrës. Ka disa krijues, por shiko qëndësor është individualiteti poetik. Nuk po shon në individualitet poetik të rëndësishëm.
qoftë në mbashtrimin e vargut, qoftë në mbashtrimin e tregimit, e të tjera, e të tjera. Profesor, sot po shohim rrjetet sociale pozitë lloj-llojshme. Ndoshta pozi me vlera, edhe pozi pa asnjë kriter. Po shohim libra të botuara nga shtëpitë të ndryshme botuese përplet. Po shohim edhe çmime të ndryshme, të cilat jipen nga klube të ndryshme dhe forma të ndryshme, por nëse përmbledhëm të gjitha këto çka. Edhe ju pyesim çfarë po shkruhet sot në Kosovën 26 vite pas luftës. Në poezi, në veçanti edhe në prozë, sepse drama disi ka qaluar. Po, ka qaluar, thatë mirë. Shiko, poezia është fushim, po shkruhet më shumicë. Edhe kjo lloj poezie që po shkruhet, sidomos rrjetet sociale, besa herë dhe po që po shpërblehet, nuk i plotëson kriteret. Janë dy kritere, janë rreth parë gjysor, por edhe estetik, edhe strukturor, edhe figurativ, nuk i plotësojnë kriteret, duhet ta themi me plot gojë. Unë ndonjëherë kur marr lexoj ndonjë poezi që e kam shkruar nga shpërthimi ndjej në vëri, unë e kam shkruar këtë, sepse ku e fus në sitën edhe në skalitjen strukturore, shoh barkqitje, shoh devijime që nuk do duaj. Kjo është ajo që them ne dhe që unë e kam marrë për disa kriuzët maj për Din Mehmetit, që ku ma merr të poezi në dorë në ato fillimet, e ke shkruajtur mirë kur ishte poezi, kur nuk ishte poezi, thotë sa s'ke shkruajtur. Kjo për na mungon, nuk kemi as poet të mirëfillt, as kritik të mirëfillt, as recenzent të mirëfillt, po ndoshta kundrejt edhe pagesave, po marrin e po nënshkruaj libra që si plotësojnë kriteret me na thënë, kjo nuk është poezi. Ky nuk është tregim. Po flasim për poezinë e tregimit sepse romani është një alteri më e fuqishme dhe më e madhe dhe më komplekse. Në roman jo çdo kush sepse duhet njohësh një strukturë, masanai romani bashkëkohor që shkruhet është roman që kërkon tepër njohuri. E thatë mirë, një pjesë e madhe e çmimeve që unë i ndjek me vëmendje jepen çmime të mëdha për krijues të vacër. Nuk po them të vegjël, po të vacër. Kjo nuk na bën derë. Kjo nuk na bën derë. Unë në Gjakovu udhëheqim një klub mbi 60 vjet dhe kemi një aktivitet i cili edhe ai po kalon nëpër sfida, siç është mitingu i poezisë. Jam duke përgatitur monografinë dhe kur i shikoj çmimet ku janë dhënë të kaluar, mbi 80% janë çmime të poetëve më elitar. Dhe kur ndëgjoj dhe kur e kujtoj porosin e Din Mehmetit, nëse do vlerësoni vlera, nëse do ftoni krijues të mirëfillt, ju do të ruani këtë aktivitet. Nëse do jepni mundësi me dalë dhe me këllthit dhe me marrë çmime dikush që si plot sekretariat, ju do të rënoni këtë aktivitet. Kjo porosi e themeluesi të këtij aktiviteti, por edhe shumë krijuesve të tjerë na ka ruajtur gjithmonë që të ikim sa do që edhe ne herë s'ke mujt mi u larguar, do të themi, se shof veç për të marrë një pol, ne du t'jemi edhe vetë kritik. Nëse nuk jemi vetë kritik, ne nuk do të arrim për të seleksionuar ata që janë krijues fillestar, herë paraletrar, se kemi edhe paraletrar që dalin, e lexojnë, marrin çmime, vlerësohen, shumë me like e bëhen, besa dhe me komente rutinë të lumtore, pena, tjera të cilat fjalë janë refrene më demode që koston si duhet. Gjithsesi duhet ta ruajmë nivelin e poezisë dhe vlerësimi është një kriter shumë i rëndësishëm të atë që shtrova paraprakisht të seleksionimit, çfarë është letërsi, çfarë është poezi, çfarë është tregim, po e them edhe çfarë është roman, të synojmë që të rikthejmë të disa dramaturg të mirë, ato etapat e para dhe në dramë dhe në prozën e Projt të ndërgjegjes Dietën Kosovë, i cili ka dalë edhe kundër një metode 50 vjeçare, siç ishte socrealizmi, është Anton Pashku. Dhe kur shikojmë disa tregime janë shumë për të mos u dëshiruar as po të marrë në dorë. Të kesh prirje nuk do të thotë të jesh mjeshtër i fjalës. Duhet të punosh, duhet të lexosh, duhet ta njohësh
që të jetë edhe mjeshtri fjalës. Apo i mungon këtë formën që thash mjeshtria fjalës në krijimin e poezisë, sepse ka raste, do të thotë po gabon, ka raste ku ka poet që nuk e din as figuracionin poetik i cili ndërtohet. E vërtet. Shiko, të kesh prirje e të ngacmoj për të shprehur para letrës së bardhë nuk është keq. Por për të arritur dhe për të parë çfarë është poezi, për të arritur për të parë çfarë është tregim i bashkohor, se ne kemi edhe tregime kur i kalon në harres e kalura, e tashmja të kalurës. Do duhet në të bëjmë çmos që atë prirje ta kalojmë nëpërmjet disa etapave. Spari, gjithmonë edhe studentëve, edhe nxënësve, ju them, të lexuarit zhvillon të mendurit. Të mendurit zhvillon shoqërinë. Të lexuarit ju krijon shihet e librave të mirëfillt. Dhe kur fillon e krijon këtë bagazh, këtë diapazon, këtë horizont, domosdoshmë që nuk je dikur aq i kurtë dhe aq i errët dhe aq i rënë për tokë për të krijuar një poezi që nuk i shkon. Patjetër prirje duhet të ekzistojnë, patjetër njohuri. Gjithmonë kam thënë 1% talent, 9% punë. Tek puna unë them, lexim i poetëve më të mirë, të marrim edhe shekullit 20 i këtyre faza më të rëndësishme të poezisë, lexim i tregimit i të gjitha këtyre faza më të avancura të tregimit, e pse jo dhe të romanit, por edhe të dramës. Nëse nuk i kalojmë këto etapa, në atër prija jonë mbetet veç një këllthitje, një deklarat pa asnjë figurë poetike. Duket pak paradoksale, por në kohën e teknologjisë informative, shumë ma shumë e përmendet edhe ju, shumë ma shumë kemi komente, shumë ma shumë kemi mendime ndryshme, lidhur me një çështje politike që ndoshta s'ia vlen të mirët, ose një figurë politike se sa në kulturë, ku në kulturën këtë kodër njerëz të librit kanë prirje dhe lexim në drejtim, si nuk e marrin guximin. S'poku të bëhet një kritik në faqet apo në rrjetet sociale aty ku postohet ajo. Si nuk mirët kjo. E drejt që jo të kundërshtosh, po të thosh atë që sheh secili tjetri. E thua shumë drejt. Çdo krijuesi, çdo profesori, çdo kritiku i takon për të thënë të vërtetën për nivelin e një poezie, një tregimi, një libri, se thash sa herë që shohim emrin e recenzensit e të redaktorit, është i plotson disa kriterë. Kur shfletojmë librin, libri është si mos më keq. Pse ndodh kjo? Për të marrë me kritik mirëfillt, normal që duhet kesh kohë dhe duhet t'jesh pak a shumë edhe i përkrahur. Edhe profesorët këtë nuk po e bëjnë. Unë them që edhe këtu katedrat e albanologjisë, katedrat e filologjisë në çdo, kemi shumë universitete, nuk i orientojnë nxënësit që të merren me këto faza të krijimtarisë. Po të shikojmë punë që jepin Kadaren. Kadareja ka kaluar ne për shumë sita. I jepin për shembull një autor që ka kaluar me 10 shkrime. Dhe kemi në atë analizën, në atë studimin, në atë përpunimin që i bët, kemi veç përsëritje të konstatimeve. Ndërkohë që ata janë verifikuar dhe për të ardhur të kjo që në themi, e që do duhet, ne na duhet të krijohen edhe në shkollat superiore, por edhe në media, emisionet veçanta, pse jo, të merren profesor, të merren kritik dhe ta vendosin letërsinë në vendin e vet. Si do ta vendosim? Ky poet deri vonë është hyrë në hak edhe Fredrik Kreshbës, edhe Gjevdet Barës. Gjevdet Barës hala ka hezitime. Kemi filluar me Petrit Palushin, pse jo dhe Nën Gjakovu. Tashti kanë filluar në mënyrën e keqe për ta propaganduar, për ta prezantuar, duke e lavdruar. Nuk ka nevojë për lavdrata. Një poet i nivelit siç është Gjevdet Bare ose Fredrik Kreshbja, sepse
po ta tregojmë rrugën dhe atë strukturën poetike jo të lehtë të tyre, nuk është aq e lehtë, ne i shpalosim vlerat e tyre të mëdha. Këtë mund ta bëjnë profesorët, siç thash, të katedrave, të fakulteteve superiore dhe kritikët. Pse s'po bëjnë këtë? Pse po presin vetëm për kundrejt pagesës? Kjo është jashtëzakonisht, ne s'do të na kushtoj shumë. Mungon kritika letrare. Që 30 vite unë kam një studim kritika letrare gjatë tranzicionit, sepse po kalojmë 30 vjet, inshallah nuk zgjat më shumë, është një kritik lavdruese, moralizuese, as pak analizuese, as pak vlerësuese në mënyrë mirëfillt një vepër letrare. Apo ndodhet ta themi se e di që po ndodh që autorët të fshihet pas recenzentit, pas fjalëve të recenzentit. Shumë e vërtet kjo. Një pjesë autorëve, autorët e mëdhej, kam parë disa libra, autori, vetë autori recensent, vetë autori redaktor, do t'ishte edhe ma mirë kështu të botoj, se sa të fshihet pas disa emrave, të mëdhej kundrejt një pagese, kundrejt një emri që është i rëndësishme, i din gjërat. Kjo duhet murnalë dhe një herë mirë. Si ta marrim atë libër në dorë dhe shikojmë atë libër, në që merrim kapak me letërsi, ne që i kushtojmë rëndësi letërsisë, nuk plotson kritere. Si po lejojnë vetit një pjesë e këtyre recenzentëve dhe redaktorëve për të nënshkruar libra, kjo nuk e di. Ne na ka ndodhur shpesh, edhe te libri kur na kanë sjell autorët, sa po kishin bërë hapat e parë me Din Mehmetin, dhe morë me fillu mi bë një strukturim, një herje, një seleksionim, dhe autorit ku ja dhem librin, a ju befasu, po çfarë përgjigje në dha? Unë jam profesionist. Vepra ishte e shkruar nga një diletant, edhe i thoshte vetit profesionist. Ku i thoshte profesionist? Din Mehmetit dhe një profesori, dhe unë kom heqë dorë edhe kundrejt pagesës që të vejemri në atë libër. Mbasi që libri ka qenë i redaktuar, kam heqë dorë, kam parë doktor të letërsisë që kanë nënshkruar atë libër edhe më keq dhe kanë votuar. Fshehja para emrave të redaktorëve të recenzentëve nuk i bën nder autorit që shkruan, pa as redaktorit, as recenzentit që nënshkruan një libër që nuk është një nivele. Profesor Kurti, jemi në një rreth që jemi sjellë disa herë apo në disa vite, në dekada mos të themi. Cila është dalja? Dalja është, siç ka ndodhur gjithherë, duhet të krijohen debate, duhet të krijohen debate të mirëfillta, edhe duhet të krijohen edhe mediume. Ne po vjen mirë ky emision edhe më përpara emisionet e tjera që debatojnë për letërsinë, shikojnë televizionet kryesore, kombëtare, gelojnë nga analistat, mos t'ju them atë fjalën tjetër që ju thënë tjerë. Çka ka në për ato 10 televizione? Veç analiza politike në kahjet e dioptrisë së partisë që i takon. Ndonjëherë aq irrituese, aq tmerruese, sa unë mbyll televizionin. Do t'jeshim takordi që del një profesor, një politolog dhe të bëj analizat mirëfillta, po jo të dalin të tillë. E kam fjalën që për me dal nga ky rreth që thoni ju, duhet krijon mediume, duhet krijon shije të mirëfillta që nga shkolla, duhet të krijohen rrjete, qoftë edhe në ta themi faqe, rrjetet sociale, ka disa përpjekje, i shoh, hezën e veçoj, poezi elitare e veçoj, heza, ajo, aty lexoj poezit. Sa do që nuk i kam quar dhe sa do që nuk, aty lexoj poezit. Unë për me lexu një poezi për të parë, se ku po shkon poezia jonë, një poezi që mund të lexohet, të lexoj të heza, është për të pegzuar. Edhe të poezia letare një krijues i mirëfillt nuk boton shpesh, por kur boton poezi që është ndryshme si nata me ditën me këtu që i kemi me tonalata. Dalja mund të ndodhë, nëse do kemi emisionet veçanta, televizive, mediat e kanë të rëndësishme,
pse jo edhe media elektronike, pse jo edhe këto rrjetet sociale ku jo duke i thënë që merru me këto faza për shkruar dete poezia dhe jo duke nënshkruar libra, e duke nënshkruar komentuar poezi që nuk janë poezi. Pra fsheja pas redaktorit dhe recenzentit është jashtëzakonisht e dëmshme. Faleminderit që shëpjes e emisionit tonë. Faleminderit edhe juve, ishte një kënaqësi niveli juaj i pyetjeve dhe unë e çmaj këtë dhe urojmë që të kemi ditë më të mira për krijimtari letrare të gjitha llojeve. Shpresojmë që do të kemi edhe në emisionet e tjera, do të diskutojmë më konkret për të veçantat apo sferat e ndryshme të kulturës. Faleminderit shumë, ishte një kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.